Kokona. Po. Ishte në panel edhe Elira Kokona, këshilltare për drejtësi dhe investime tek kryeministri Edi Rama, njëkohësisht CEO e Korporatës Investimeve Shqiptare. Na trego pak më shumë, çka mendoni edhe një herë, me që e bani një prezantim, çka mendoni edhe një herë se si ka mundësi të bashkëpunohet më thellësisht me diasporë për investime këtu, edhe ju përgëzoj për organizimin e këtij samiti. Faleminderit, është një mundësi shumë e mirë të mund të flasim me rrjetin e diasporës dhe të mund të flasim me çdo kontribues të diasporës në ekonominë shqiptare. Korporata e Investimeve Shqiptare I jep mundësi konkrete të bërjes së biznesit në Shqipëri. Ne jemi të organizuar në bazë të një ligji të posaçëm me cilin e mundësi të zhvillojmë asetet publike shtetërore, të zhvillojmë zona ekonomike, parqe teknologjike, të cilat ne jemi tashmë duke I zhvilluar. Durana Tech Park është një mundësi reale për çdo entitet I cili operon në fushën e shërbimeve të IT-s, të mund të aplikojë direkt dhe të regjistrohet, regjistrimi është online, regjistrohemi bëhet në 4 minuta. Në panelin dhe në vendin ku shprehen të gjitha interesat për sa I përket Duranës mund të jepet një shembull I tillë. Ne marrim gjithashtu çdo lloj mundësie që vendi ofron për sa I përket real estate, aseteve shtetërore, që I vën pjesë të investimeve publike reale të real estate-it në Shqipëri, si në qendër të qyteteve, si në bregdet, ashtu edhe në mal. Janë të gjithë mundësi reale të cilat ne I përzgjedhim bashkëpunëtorët nëpërmjet konkurse publike ndërkombëtare, ku është shumë e rëndësishme krijimi, prandaj është shumë e rëndësishëm krijimi I një besimi ku entitetet të cilat operojnë në diasporë të mund të jenë pjesë e mundësive që ofrojnë në Shqipëri, si me ndarjen e know-how-ut, si me ndarjen e mundësive ekonomike, ashtu edhe fitimit në Shqipëri. Ne jemi këtu që kontributi I diasporës mos jetë vetëm kontribut në ekonomi nëpërmjet kontributit I real, por të jetë gjithashtu kontribut real nëpërmjet fitimit nga ekonomia shqiptare. Deri tani ka pas ankesa shumë, se unë si gazetar në diasporë, ne kam komunikim të jashtëzakonshëm me populatin gjithandej. Sa është e lehtë byrokracia për investimin në Shqipëri dhe të bërit biznes në Shqipëri, qoftë edhe real estate, buy and sell? Në fakt ne kemi një slogani është burokracia nuk do t'ju ofrohet sapo të keni mundësi të bashkëpunoni me ne. Dhe ky është një slogan I vërtet. Ne do t'ju ftojmë në kujdo I cili është I pakënaqur apo ndjen shqetësim për të pasur akses në mundësitë në Shqipëri. Ne I ofrojmë që të vinë të na kontaktojnë, të shohin faqen tonë zyrtare, I cila të gjitha mundësitë I ka aty. Kështu që do t'ju lutesha të mund të na sprovoni për të vërtetuar që burokracia nuk është një problem apo nuk është një pengesë për sa I përket bërjes së biznesit në Shqipëri. Ambasada e Kosovës dhe Shqipërisë në Londër specifikisht janë jashtëzakonisht aktive, unë I përgëzoj për punën që bëjnë deri tani. Është koha që tani diaspora të ketë një institucion të shtesë ku faktikisht kanë takimet përditshme, njëkohësisht edhe këtë rast rrjeti I bizniseve, qoftë në Londër, qoftë në shtete të tjera. A mendoni që ka mundësi më shqyrtue një çështje që më bë pika caktuar të ndërtesat kulturës shqiptare kudo që kemi diasporë të madhe në vende evropiane, që të promovohet çështja e Shqipërisë pak më mirë, edhe shqiptarët gjithandej qoftë edhe Kosovës? Sidomos me Anglinë, ne kemi me Londrën, ne kemi bashkëpunime konkrete, sidomos shoqata e biznesit Shqipëri UK është shumë aktive. Unë personalisht kam qenë pjesë bashkë me kolegët në më shumë se 2-3 takime vetëm në muajt e fundit, që tregon një aktivizim real të biznesit, një ofertë të vërtet për sa I përket bashkëpunimit. Patjetër dhe kultura dhe bashkëpunimi dhe ngritja e besimit, gjuha e përbashkët dhe çdo element I cili ka të bëjë me kulturën tonë të përbashkët është një urë e mirë bashkëpunimi që ndihmon gjithashtu edhe biznesin. Kështu që absolutisht mendoj që është një prioritet I kësaj qeverie. Deri me tash problemet kryesore kanë qenë rrugtimi, angazhimi, ju e dini që njerëzit e biznesit koha është diçka që s'mund t'ja paguajmë apo s'paguhet. A mendoni që sistemi virtual që tashmë është veç aktiv gjithandej të krijohet pak më shpejt, apo që të kemë lidhje pak më drejtë edhe më shpeshta me diasporën?
Korporata, dhe më bëhet shumë qefi që ju bëni këtë pyetje, sepse korporata investimeve shqiptare ka krijuar parkun e parë virtual të biznesit në Shqipëri. Durana Tech Park është një park virtual ku entitetet e ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime në teknologji, regjistrohen virtualisht, funksionojnë virtualisht dhe operojnë virtualisht duke përfituar lehtësi fiskale. E njëjta gjë vlen edhe me sistemin ton interaktiv të mundësive të biznesit, ku konkurset janë gati të gjitha online, kanë çdo material i cili prezentohet në një gjuhë. Nuk është e nevojshme të jetë vetëm në shqip, po mund të prezentohet edhe në gjuhë të tjera. Në këtë kontekst, versioni virtual për ne është full aktiv i vërtet. Atëherë na po ndërprejmë tani për tani mes që i kemi folësit, po ne deri në kontakt dhe sigurisht do të komunikojmë vazhdimisht. Zonë, faleminderit.